Kuadër të zyrës së kryeministrit dhe do të flasim për shumë gjëra bashkë, gjithsesi barazia gjinore është tema që kemi vendosur të diskutojmë në minutat në vazhdim. Edi, mirë se vjen. Mirë se ju gjeta. Kënaqësi t'ju kem në studio, faleminderit që je pjesë e emisionit 410. Kënaqësia të Raimja. Dhe për gjithë shikuesit, tashmë veç e din që çdo të hanë prasim gra dhe flasim për gratë në përgjithësi, gjithsesi po e nisim me juve personalisht, ndoshta për të na treguar më shumë çfarë ju ka shtyrë që të futeni drejt kësaj fushë dhe që ka të bëjë gjithmonë me barazinë gjinore. Them të drejtën, asnjëherë në jetë nuk kam menduar që barazia gjinore ose angazhimi për barazi gjinore mund të jetë profesion. Po. Ajo ka qenë aktivizëm, ka qenë agent personale, ndikume prej shumë grave të fuqishme rreth meje, qoftë prej shembujve personal, nënës time, e cila është një motër medicinale në penzion, e cila doli do thot në penzion me një përvojë prej 42 vitesh, gjenerata e parë motrave medicinale në Kosovë, dhe cila tërë jetën e vet realisht u ballafaqua me diskriminimin të qenit grua, po dhe grua shqiptare. E dim realitetin në për të cilin kanë kalu gratë shqiptare në kohën e ish Jugosllavisë, sa e zëshme ishte të edukoheshin, të emancipoheshin. Mirë po, ne kam pas fatin të jemi rrethume edhe me mësuse, shumë figura markante të fuqishme, gratë zonjat që thjesht barazin gjinore jetoni në baza ditore duke luftu për të drejtat e tyre. Po ndoshta ndikimin më të madh të më orientoj, do thotë që barazin gjinore ta marr me të vërtet shumë seriozisht si agent profesionale, ka qenë kujdestarja ime e klasës dhe më vonë fatin e kam pas që ta kem edhe mentore në studimet e mia të letërsisë krahasimtare, e nderuara profesor doktor Sazana Qapriqi, e cila ka ndru jetë, dhe të them që hapat e para ndoshta në atë orientimin e teori feministe dhe në aktivizëm dhe në angazhim konkret i ka marrë në udhëheqjen e profesoreshës Sazana Qapriqi, një fytyrë e rëndësishme, të themi ndër figurat feministe më të rëndësishme në Kosovë, e cila gjatë periudhës kohore, do thotë të viteve 90-99, bëtoi një prej revistave kulturore më emancipuese ndonjëherë them në trojet shqiptare e quajtur Sfinga. Dhe Sazana ishte mentorja ime, do thotë në këtë pasionin për barazinë gjinore, për fuqizimin e rolit të gruas, që pastaj më bëri të orientohem edhe në studimet e mia të dyta, sepse unë fillimisht fillova të studioj stomatologji, do thotë, në ato ëndrat e rinisë së hershme, sepse asnjëherë nuk mendoja që barazia gjinore dhe letërsia, që ishin dy pasionet e mia që prej moshës shumë të re mund të bëhen pasion. Mendoja që letërsia është diçka që mua më flan në shpirt, e konsumoj do të thotë si ajrin, e kam të domosdoshme, po nuk do të bëhet profesion. Dolën ato ndryshimet që ndodhen historike, u riorientuam dhe unë pash që nuk ja dalë të bëhem stomatologe e mirë, nuk ishte diçka që më interesonte. Nuk flente në shpirt, nuk më flajke në shpirt, dhe pse është një profesion shumë i respektuar, shumë fisnik, shumë kërkues, kom qenë studente goxha e mirë, nxënëse e shkëlqyeshme, dhe u hap një degë e re në studimet e letërsisë, që ishte letërsia krahasimtare, ku kërkohej që studenti të fliste spaku 2 gjuhë të huaja që të mund ta ndjekte. Dhe unë e gjeta veten e letërsinë krahasimtare dhe për më tepër që aty gjeta një fushë shumë të re që ishte shkrimi femror. Dhe tema ime e diplomimit në master, ku e pata profesoreshën Sazana sërish pas shkollës së mesme mentore, ishte një qasje krahasimtare mes 2 shkrimtareve të fuqishme, njerëz filozofe, tjetrës gazetare, Simone de Beauvoir, tek libri i saj i famshëm, ose të themi manifesti i feminizmit, Seksi i dytë, kapitulli 9, dhe romani Oriana Fallaçit, Letër një fëmije të palindur. Oriana Fallaçi, një gazetare italiane, një nga figurat më të fuqishme në gazetarinë e shekullit të kaluar, një grua shumë aktive, e cila në momentin kur ballafaqohet me procesin e amësisë, do të thotë pa pas ndoshta në plan të parë një agent feministe, e sheh se si diskriminohet një grua profesioniste, një non veturshyse, e cila vendos ta sjellë një fëmijë në jetë. Do të thotë te une barazia gjinore dhe letërsia dhe shkrimi femnore kanë ushqy, dhe sot e kësaj dite ushqej njëra tjetrën,
Kështu që merr dhe natyrshëm ato gjërat që me të vërtetë i kam bëj çdo herë, por nuk kam menduar që mund të jem profesion. Doli që fiks profesioni duhet të jetë ato që ka të flenë në zemër. Në shpirt, që e bën më së miri, më së leti. Më së miri, më së leti, dhe kështu që vazhdojnë të mbesin dy pasionet e mia më të fuqishme profesionale, letërsia, çdo herë vetëm në cilësinë e konsumimit, unë them, lexoj për ta ruajtur shëndetin tim mendor dhe emocional, ndërsa barazia gjinore është diçka që mirëm, do të thotë, më shumë se 20 vite, si aktiviste, po edhe si zyrtare publike me një agjendë shtetërore, do të thotë, të mirë orientuar. Dhe padyshim, edhe pse kjo është rritur dhe ka fillu që të flej në shpirt, dhe tani më janë bërë shumë vite që je në këtë profesion, në këtë fushë, gjithsesi sado e lehtë të duket, ka sfidat e veta. Si grua vendimarrëse në vendin tonë din të jetë akoma më e vështirë. Po, është e vërtet. Nuk është e lehtë, mendoj çdo profesion i ka sfidat e veta, mirë po te une angazhimi për barazi gjinore nuk është çështje profesionale. Është çështje pasioni dhe misioni në jetë. Kosova, në fatkeqësinë e saj, ka pas një fat që pas luftës ka pas një intervenim ndërkombëtar shumë të fuqishëm për ta sjellë agjendën e barazisë gjinore në qendër të vëmendjes të politik hartimit dhe politik bërjes. U themelu zyra për barazi gjinore në vitin 2005, ku në fillimisht fillova punën si konsulente e ulmikut në zyrën e sapo formuar, dhe në vitin 2007 kalova, do të thotë, në shërbim civil, shkova të themi mbrapa në karrierë duke aplikuar në pozitën e një zyrtari të ulët, të ri, edhe pse kisha një eksperiencë goxha në këtë drejtim, dhe e vazhdova tërë ciklin paralelisht me zhvillimin e agjencisë për të përfunduar në pozitën e drejtorës ekzekutive. Fati në fatkeqësi ishte se u themeluan mekanizmat, Agjencia për Barazi Gjinore, zyrtarët për barazi gjinore në nivel komunal dhe në nivel ministror. Kemi pas një investim shumë të rëndësishëm, do të thotë, të komunitetit ndërkombëtar, të cilët na kanë ndihmu që ta ndërtojmë agjendën e barazisë gjinore, mirë po fuqia më e madhe në Kosovë për agjendën e barazisë gjinore ka ardhur nga organizatat e grave, nga organizatat e shoqërisë civile. Ishin ato që në periudhën, do të thotë, rezistencës paqësore, luftuan për pavarësinë e Kosovës dhe menjëherë pas luftës ato e riorganizuan agjendën për luftën në të drejtat e grave në Kosovë. Dhe Kosova në tranzicionin e saj u detyrua në një farë mënyrë që t'i përshpejtoj të gjithë hapat që ta mbyll një diskriminim ndaj grave kosovare, posaçërisht shqiptare, po jo më pak edhe atyne bosnjake, rome, ashkali dhe egjiptase, të cilat, po edhe grave serbe në një mënyrë tjetër, të cilat themi mbi 50 vjet nuk gëzuan të drejtat e tyre. Nëse i shohim gratë shqiptare në kohën e ish Jugosllavisë, dhuna më e madhe ndaj tyre sistematike, shtetërore ka qenë pikërisht për mos emancipim. Janë gratë vetme në sistemin e ish Jugosllavisë, të cilat u penguan që të shkolloheshin, u penguan që të edukoheshin, ndoshta jo me një agjendë publike se duhet t'i pengojmë, mirë po me aq sfida dhe barjera dhe peripeci, saqë me të vërtet shkollimi për to është bërë pengesë shumë e madhe. Dhe jo rasisht, nëse i shohim statistikat e punësimit sot në Kosovë, ne themi shpeshherë kemi vetëm 21% gra aktive në tregun e punës, që e bën Kosovën ndonjëherë të krahasohet me vendet afrikane, mirë po nëse e shohim moshën e grave, të cilat janë të papunësuara në tregun e punës, janë pikërisht gratë e moshës time 50-65, ndoshta edhe 65+, janë gra të cilat nuk patën mundësi që në sistemin e ish Jugosllavisë të edukohen, të punësohen, të përgatiten për tregun e punës, një për shkak të presionit shtetëror, në anën tjetër për shkak të normës kulturore, e cila ushqehej edhe nga besimi religjioz fetar, por edhe nga intervenimet të tjera të kohëpaskoshme të shtetit, kështu që Kosovës si demokraci e re, realisht i takoj të tentoj ta mbyll një hendek të zhvillimit të gruas i cili shkon mbi 80 vjet. Dhe nëse i shohim rezultatet sot, ne nuk jemi të vetëdijshëm se sa ka ndryshuar Kosova në aspekt pozitiv, në qasjen e grave në edukim, në qasjen e grave në punësim, në qasjen e grave në gëzimin e të drejtave të tyre. Është e vërtet që kemi sektor shumë të dhimbshëm,
Po, dhe shumë për të bë akoma, për të... Shumë, kjo absolutisht nuk është për të qenë të vetë kënaqur ose të vetë lumturuar, nëse shohim statistikat e dhunës ndaj grave, rastet e grave të vrara, qasjen e grave në pronë, qasjen e grave pagesat e alimentacionit, mungesa e pagesave e alimentacionit, ose vetë fakti që... Ndarja pasurisë, vetë fakti që gratë, për shembull, te ndihma juridike faljas, e cila tani është faljas për gjitha kategoritë e grave, do të thotë mund të jesh viktime dhunës në familje, të jesh një grua e punësuar dhe me të ardhura prapë ke të drejtë të kërkosh ndihmë juridike faljas, është 3 fish më e lartë përqindja e grave që kërkojnë ndihmë, asistencë nga ndihma juridike faljas se sa e burrave. Do të thotë ka një fuqi ekonomike në duart e burrave e cila i bën ata shumë të pavarur, t'i gëzojnë të drejtat e veta, po në anën tjetër edhe të përfitojnë shumë më tepër prej fondeve publike në mënyrë që të zhvillohen. Mirë, po nëse i shohim sukseset e vajzave kosovare, atëherë me të vërtet duhet të themi që jemi në rrugën e duhur, përveç se kemi vajzat të cilat fituan medaljet në sportet tipike për burra, ose themi atipike për vajza, nëse shohim të arriturat në judo, nëse shohim të arriturat e vajzave kosovare në sport kudo në Evropë, do të thotë në Suedi dhe në Gjermani, nëse shohim statistikat e fundit për diplomimin e studentëve në STEM, do thotë kemi për herë të parë në histori mbi 50% të diplomuarve në STEM janë vajza dhe gra të reja. Është të vërtet që ka pas investime të targetuara një profesion i cili ka qenë gjithmonë absolutisht profesion i dominuar nga burrat. Nga burrat. Tani Ministria e Arsimit 4 vitet e fundit ka disbursuar diku rreth 4.6 milion euro bursa për vajzat në STEM. Do të thotë pikrisht për t'i inkuraju ato që t'i vazhdojnë, se ato i kanë fillu studimet, po shpesh here i kanë ndërprej studimet në mes, sepse është me të vërtet një fushë e studimit e cila kërkon dedikim dhe përkushtim, dhe ndër vite, dhe nuk është e lehtë do të thotë që të punosh, ndoshta edhe të studiosh. Dhe me këto bursa... Shta kësaj që më pas vjen edhe pjesa e familjes që mund të ndërprej... Ajo është do të thotë pastaj vjen një sfidë e veçantë për vajzat kur i përfundojnë studimet, sepse dhe statistikisht pastaj i shohim që djemt, edhe pse në përqindje... Studimet fillestare, se ka prej atyre që dëshirojnë që të vazhdojnë tutje. Vjen masteri, vjen doktoratura dhe vrehet një dëshirë shumë e madhe e grave të cilat dëshirojnë që të vazhdojnë studimet, jo të mbesin vetëm të bachelluar. Vërtet, por nëse i shohim statistikat djemt, edhe kjo nuk është statistikë pozitive, mirë po djemt diplomojnë më pak se vajzat, mirë po punësohen shumë më shpejt se vajzat. Pikrisht është ajo që ti e ceke më herët, është pastaj faza e amësisë, çështja e amësisë për kujdesja ndaj fëmijëve, e cila pastaj i humb gratë e reja nga tregu i punës. Për të ardhur keq në një farë mënyrë, po gjithsesi edhe njëkohësisht e përmendëm pak më herët është për të gëzu faktit që nuk është se jemi bashkë krejt të fundosur, kemi përparime dhe kemi normalisht për çka me u gëzu edhe gjithmonë me vazhdu me punu në drejtim. Nuk besoj që ekziston një fush ose një sektor i jetës, qofta i jetës politike, publike, kulturore, ku ne nuk kemi gratë jashtëzakonshme të cilat kanë shkëlqyer profesionalisht. Për më tepër nëse shohim vetëm forcën e sigurisë së Kosovës, 9.02% janë gra dhe vajza të reja. Dhe çka është më e rëndësishme, nëse i shihni do të thotë njoftimet për medaljet që mirën në akademitë ushtarake në botë, kudo janë vajzat kosovare të cilat janë pjesë e forcës së sigurisë të cilat marrin medalje. Do të thotë kjo tregon se nëse krijohen kushte adekuate për shkollim, për ngritje profesionale, nëse krijohet një ambient i sigurt dhe i përcjellur, por në anën tjetër edhe mentorimi luan shumë rol të rëndësishëm, atëherë sukseset nuk janë të pamundura. Dhe ky sukses i forcës së sigurisë në vërtet si një gjenerate e cila ka ndru, do të thotë pavarësinë e shtetit për neve uniforma, ka krejt një tjetër kuptim, se sa për gjeneratat e reja, ndoshta që sot janë mësu me gra në uniformën e policisë, në gra në uniformën e forcës së sigurisë, për neve, për gjeneratën, themi, nanës tonë e temën, për neve është një koncept krejt tjetër me pa një vajzë të re në forcën e sigurisë me medalje. Shumë e vërtet, dhe gëzohemi, shoqërë që i kemi. Po ndërlidhem me Agjencinë për Barazi Gjinore në kuadër të zyrës së kryeministrit, i cili luan shumë rol në hartimin e politikave, përmend edhe pak më herët, por gjithsesi do doja të ndalesha tek arritjet në të rëndësishme në këtë rast dhe që ju do t'i veçanit gjatë mandatit tuaj.
Dëgjo, nuk mund t'i veçoj gjatë mandatit tim, agjencia ka tani ka është 20 vjeqare. Po, ka shumë. Ka rritë moshën 20 vjeqare, është themelun vitin 2005, fillimisht si zyre, pastaj është transferu në Agjenci për Barazi Gjinore. Nëse shojmë ndikimi më i madh i Agjencisë për Barazi Gjinore ka qenë në 3 drejtime shumë specifike. Fillimisht në hartimin e tërë kornizës ligjore për trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave. Ligji i parë për mbrojtje nga dhuna në familje u hartu në vitin 2010 nga Agjencia për Barazi Gjinore. Gjithë mekanizmat është propozuar themelimi i mekanizmit të koordinatorit nacional, procedurat standarde të veprimit, se si të gjitha institucionet ta trajtojnë një rast të dhunës në familje, të thotë komplet ciklin institucional të instrumenteve dhe të legjislacionit është hartu nga Agjencia për Barazi Gjinore. Normalisht, ndërkohë, ajo është vazhdu nga Ministria e Drejtësisë, tani e kemi strategjinë e tretë, e kemi koordinatorën nacionale që është Ministria e Drejtësisë, mirë po ishte një rrugtim i filluar nga Agjencia për Barazi Gjinore konform mandatit që kishte. Në anën tjetër, agjencia ka pas një dedikim të veçantë për një kategori shumë specifike që janë të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës dhe është e vërtet që 10 vite pas luftës ishin vetëm organizatat jo qeveritare, organizatat e grave të cilat mirëshin me të mbijetuarat e dhunës seksuale dhe Agjencia për Barazi Gjinore hartoi planin e parë të veprimit të ndojherë në historinë e institucioneve, planin e veprimit për rezolutën 1325 gratë paqja dhe siguria, ku një shtyllë e veçantë i dedikohej grave në sektorin e sigurisë, po dhe të mbjetuarave të dhunës seksuale. Dhe në bashkëveprim me organizatat e grave në rolin shumë të rëndësishëm që kishte presidentja Jahjaga me formimin e Këshillit për të mbjetuarat e dhunës seksuale, u arrit që ta amandamentohet ligji për viktimat civile të luftës dhe të mbjetuarat e dhunës seksuale të bëhen pjesë e atij ligji. Mirë po me sukses shmja e gjithë kësaj iniciative të përbashkët ishte se Kosova krijoi një model të veçantë për pagesën e reparacioneve administrative, fillimisht për njohjen e statusit të mbjetuarave të dhunës seksuale si viktima civile të luftës dhe një kompenzim simbolik nga ana e shtetit, i cili në asnjë moment nuk është mendu ose nuk është konceptu se mund ta kompenzoj humbjen e tyre. Mirë po thjesht vetëm t'i njihet humbja dhe t'i njihet statusi. Ne vazhduam pas themelimit, do të thot pas amandamentimit të ligjit, është themelu komisioni për verifikimin e statusit të mbjetuarve të dhunës seksuale dhe kemi bashkëpunu dhe bashkëpunojmë edhe sot e kësaj dite me gjitha ato organizata të grave të cilat janë licencuar nga shteti për t'i asistuar të mbjetuarat që ta aplikojnë në komisionin për verifikimin e statusit dhe të përfitojnë mbështetje nga shteti, qoftë simbolin reparacionin administrativ, qoftë mbështetje psikosociale. Dhe deri në fund të periudhës cilin po flasim, Kosova, Republika Kosovës i ka njohur statusin të mbjetuarve të dhunës seksuale rreth 1700 personave, në mesin e tyre ka edhe burra të cilët janë të mbjetuar të dhunës seksuale, dhe me këtë qasje me viktimën në qendër, ku e mbjetuara nuk është obliguar të përcjell procesin e drejtësisë, do të thotë, nuk obligohet. Thjesht vetëm nëse don të aplikojë të njihet statusi, Kosova ka kriju një model në nivel global. Dhe për neve është shumë e rëndësishme se ruhet konfidencialiteti të mbjetuarës, jepet kompenzimi minimal dhe mbetet plotësisht në vullnetin e saj se a don ta vazhdoj procesin e drejtësisë. Dhe këtu e shoh rolin shumë të madh që kishte Agjencia për Barazi Gjinore në krijimin e një klime të volitshme, një ambienti të qetë dhe bashkëpunues, që t'i mbledh gjithë ata aktorë të cilët punojnë në këtë drejtim. Ndërsa një prej themi investimeve shumë të rëndësishme ka qenë edhe investimi i cilin e kemi pas gjatë periudhës së Covidit, ku arritëm që me 2 milion euro të mbështesim drejt për drejt 115 qerdhe private dhe në partneritet publiko-privat, 24 organizata të grave dhe 273 biznese të vogla të grave të cilat në krizën e Covidit gjitha këto ishin duke u mbyllur për shkak të situatës në të cilën ndodhi. Ndërsa vitin e kaluar kemi pas një masë tjetër shumë specifike, do thot nga Qeveria e Republikës Kosovës, e cila ka pas të bëjë me mbështetje simbolike financiare për familjarët e personave të zhdukur. Janë 64 gra nga gjithë Kosova të cilat kanë familjar të zhdukur, qoftë baballar, burra, vëllezër, apo djem, vajza që i kanë do të thotë ende të zhdukur,
që kanë marrë një mbështetje simbolike për fuqizim ekonomik, do të thotë që zhvillojnë një aktivitet ekonomik të pamvarur dhe të sigurojnë thjesht një qëndrueshmëri financiare për vete. Këto janë disa prej iniciativave të cilat me të vërtetë agjencia ka dalluar në performancën e saj. Çka të bën më shumë ti krenare në përgjithësi nga gjithë ky 20 vjetësh, po themi, të përkushtimit tënd sa i përket fushës për barazi gjinore? Të jem e sinqert, më bën shumë krenare atmosfera cilën e ka stafi i Agjencisë për Barazi Gjinore. Është një staf shumë i vogël, 17 persona, jemi goxha gjatë Bashka? do të thotë bashk. Kolegu i dytë i cili ka dalë në penzion, do të thotë në këtë periudhë kohore ka dalë javën e kaluar në penzion, do të thotë nuk është një staf goxha i ri. Tash, para mendoni unë jam më e vjetra në agjenci dhe atmosfera e bashkëpunimit dhe profesionalizmit dhe mbi gjitha shpirtëgjërsia e stafit që është dëshmuar do të thotë në situata ekstreme si ajo e Covidit kur është dashur të monitorohen sepse fondet publike duhet të monitorohen dhe asnjëherë nuk e kanë vendosur vetëm do të thotë në plan të parë, por çdo herë atyre të cilëve duhet t'i ofruar ndihma, më bën posaçërisht shumë krenare. Më bën shumë krenare bashkëpunimi i cilin Agjencia për Barazi Gjinore e ka ushqyer ndër vite me organizatat e grave. Organizatat e grave të Republikës së Kosovës, të gjitha etnive, janë partneri më i fuqishëm i Agjencisë për Barazi Gjinore dhe çdo iniciativë cilën e ndërmerr Agjencia për Barazi Gjinore është e bazuar nga informacioni i cili na vjen nga organizatat e grave, sepse ne duke qenë pjesë e ekzekutivit nuk e kemi të lehtë me hyrë në terren edhe me ditë cilat janë me të vërtetë problemet në gjitha rajonet e Kosovës. Janë organizatat e grave ato të cilat e sjellin informacionin ose i ngrisin çështjet për të cilat ne pastaj duhet ta përcjellim me një aktivitet konkret me një mbështetje. Dhe këtë frymë bashkëpunimit që e kemi ushqyer me organizatat e grave më bën shumë krenare, po është edhe një iniciativë cilën e vlerësoj shumë, është landa e re, e cila është vendosur në Fakultetin Ekonomik që nga viti 2019, Gjinia dhe Ekonomia, e cila vazhdon të ligjërohet nga profesor doktor Ardiana Gashi, tani është edhe landë e rregullt, nuk është më landë zgjedhore dhe aty kemi arritë që përveç se ti përkthejmë 2 tekste universitare nga anglishtja në shqip, të sigurojmë edhe një fond të librave dhe çdo herë më tepër ka student dhe studente, sepse ka dhe djemë të ri, të cilët me shumë vullnet e ndjekin këtë landë, një farë mënyre kemi synu që ti para pregatisim kuadro të reja që kur bëhen pjesë administratës publike, por në të çdo fushë tjetër të jetës, të kenë njohurit bazike se çka janë konceptet gjinore dhe si ndikon barazia gjinore, do të thotë në mirëqenjen e vendit, në fuqizimin ekonomik të vendit. Kishte dashur këtë land me fut ndoshta edhe në për të tjera? Është shumë interesant se kemi mbështet Universitetin e Prishtinës në hartimin e një plani të veprimit për barazi gjinore dhe mbas një analize pam që janë 17 fakultete të cilat kanë, do të thotë nga një, nëse se kanë landë të tërë, e kanë pjesë të një lande ku flasin, do të thotë për çështjet gjinore dhe kjo i kontribon përgatitjes së kuadrove të ri. Qysh kishe dashur me pa, apo cilat ndryshime kishe dashur me i pa sa i përket institucioneve tona të cilat një farë mënyrë merren drejt për së drejti ose thjesht për të përmirësuar situatën për barazin gjinore në Kosovë, edhe ndoshta një mesazh nga ana juaj për gjitha gratë të cilat po na shohin tani edhe jo vetëm, se në fund të ditës barazia gjinore nuk është vetëm për gratë, është për të dy gjinit. Prandaj quhet barazi gjinore. Është shumë e vërtetë. Ndëgjani, institucionet e Republikës Kosovës kanë pas një barë të dyfisht. Nuk ka qenë as pak e lehtë me ndërtu, do të thotë, institucione në një vend i cili nuk ishte tradit të administratës publike, sepse ishte nën robri, dhe ndërtimi i institucioneve dhe integrimi i agjendës së drejtave të njeriut në përgjithësi dhe i barazisë gjinore në veçanti për neve të gjithëve ishte proces, si të themi, i të mësuarit dhe të bërit paralelisht dhe nuk ka qenë as pak e lehtë. Tash kur ndalim me mendu në për çfarë faza kemi kalu si shtet, do të thotë që nga viti 1999 shpallja e pavarësisë dhe deri më tani, do të thotë kemi kalu në procese transformuese të jashtëzakonshme dhe asnjëherë nuk kemi ndalë edhe me mendu me thonë që e kemi bën një punë të mirë. Gjithmonë kemi qenë te mase vetë kritik. Ndonjëherë duhet edhe me vetë aplaudu veten si shtet, me ditë të arriturat, me ditë me i vlerësu, po në anën tjetër me ditë me i vlerësu edhe dështimet
me ditë me pa aty edhe ku dështuam dhe ku mund të performonim më mirë. Unë besoj që ka potencial, Kosova ka potencial, sepse ka një gjenerat të rive të rejave të cilët po arrin suksese në fusha të ndryshme të jetës. Edukimi është një prej faktorëve kyç. Unë besoj që çështja e edukimit nuk është një çështje e përfundimit të studimeve. Edukimi duhet të shihet si koncept gjatë gjithë jetës. Njerëzit mësojnë, gra dhe burra, mësojnë gjatë gjithë jetës së tyre. Dhe në asnjë moment, askush, burr ose grua, vajzë ose djalë, nuk e ka komoditetin të ndalet dhe të thotë unë këtu e kam përfundu edukimin tim formal dhe nuk kam nevojë të mësoj më tutje. Realitetin në të cilin po jetojmë në nivel global, në një botë kaq të trazuar, me luftra, me vdekje, me zhvillime të hofshme teknologjike. Zhvillime të hofshme teknologjike të cilat fatkeqësisht nuk janë duke u përdorur në të mirën e llojit njerëzor, po ja duke rreziku fuqishëm lloji njerëzor, nuk e ka askush komoditetin të thotë që unë nuk e mësoj dhe nuk kam nevojë. Mësimi gjatë gjithë jetës, unë besoj që është i vetmi rekomandim ose këshill që mund t'ja jap cili do të ri ose të re, ndërsa në anën tjetër çështja e leximit, për mua mbetet çështje shumë e rëndësishme, e shoh shumë të rëndësishëm investimin tek fëmijët e ri, që nga mosha shumë e hershme, që nga edukimi parashkollor, që t'i orientojmë ka vlerat e letërsisë. Është një shprehi e cila pak ushqehet, ndërsa ndihmon gjatë gjithë jetës në mënyrën se si artikulohemi, dhe në mënyrën se si i bëjmë pyetjet e duhura. Është e kohë të kesh qasje në ChatGPT nëse nuk din si ta formulosh pyetjen. Të kërkosh atë se çfarë të duhet, shumë e vërtet. E di shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit 410, fatkeqësisht kaq e patëm minutazhin, gjithsesi si duket po mudash ka një 3 o 4 të hana për me mujt me bë gjitha pyetjet edhe me i diskutu gjitha ato që i kam në mendje, gjithsesi po shpresoj që do të kemi edhe një moment tjetër për të bashkëbiseduar. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi të jem pjesë e emisionit tënd. Gjithashtu edhe për mua, faleminderit. Miqtë mi dashur, kaq kishim në fakt e kemi edhe në tjetër material, të cilin e ka përgatitur Sara dhe në fokus e kemi Michelle Obama, siç do të